Sulmi i tretë ka ndodhur në mars të vitit 1998, në orët e hershme të mëngjesit të datës 5 mars 1998 në Prekaz, u sulmua sërish familja Jashari nga ushtria serbe dhe forcat para-ushtarake serbe. Forcat sulmuese përbëheshin nga transportues të blinduar dhe pjesëtar të policisë të mbështetura, nga artilleria, nga një fabrikë municioni në afërsi. Lagjen Jashari e kishin rrethuar me 100 policë serb. Sulmi zgjati 3 ditë dhe 2 net. Forcat serbe filluan sulmin pa asnjë paralajmërim. Pas kësaj kanë filluar të shtënat e automatikëve dhe mitraillozëve. Nga një shtëpi policia serbe qëllonte me mortaja, pasuan nga gazi lehtësjellës. Shumica e familjes së gjerë e Jasharëve u mblodhen në një dhomë të vetme, e cila ishte e morosur me tulla. Një predh pastaj ra përmes satisë, duke vrarë një numër të antarëve të familjes. Granatimet e vazhdueshme për 52 orë me radhë ja mundsuan policisë serbe që më në fund të hynë në shtëpi. Organizata Amnesty International në një raport të bërë për rastin ka thënë se sulmi kishte për qëllim eliminimin e gjithë dëshmitarëve. Adem Jashari së bashku me më shumë se 50 antarë të familjes së tij janë vrarë. Janë më shumë se 50 personat të cilët janë vrarë, ndërsa në mesin e tyre 18 ishin gra dhe 10 fëmijë në moshën 16 vjeçare. Këtij sulmi i mbjetoi vetëm vajza e vogël e familjes, Besarta Jashari, e cila aso kohë ishte vetëm 11 vjeçare. Nga ana tjetër, televizioni serb B92 paralajmëroi për 62 policë serb të vrarë në Prekaz. Adem Jashari konsiderohet simbol i pavarësisë së Kosovës. Ai është nderuar me urdhrin Hero i Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë në 2008, gjatë homazheve që bëheshin në varrezat e familjes Jashari, përdoreshin shprehje si bac u krye, si realizim i qëllimit sublim të gjithë jetës dhe veprimtarisë së Adem Jasharit.